Nëse LDK-ja nuk e merr zonjën Osmani, do ta merr zonja Osmani LDK. Pra në fund do detyrohen ta ndjekin. Unë mendoj se do të ishte gabim i madh nëse LDK-ja nuk e pranon zonjën Osmani, ndonse ka njerëz brenda LDK-s që mendojnë se ajo e ka dëmtuar shumë dhe nuk do të kthehej. Sa janë me fuqi këta njerëz në LDK sot? Nuk e di, por do të ishte gabim strategjik, sepse fundit ti e sheh perspektiven të ardhmen e jo ato që ka ndodhur në kalumen. Nuk është e para zonja Osmani që është ndarë nga LDK-ja dhe është kthyer prap. E kemi të njëjtin rast me LDD-n ta zon. Ata një kohë u shkutën nga LDK-ja dhe prap elektorale sot ka zonjën. Po, prap u kthyn, kështu që do të ishte gabim strategjik shumë i madh, sepse zonjën Osmani me LDK-n nuk i dallon shumë ideologjia. Mbase fare se kanë qenë dallimet kanë qenë mënyrën më shumë për ndarje pushteti edhe mënyra I natë ndërpersonale, bre? Ego. Taman, shumë, jo krejt personale, jo, unë nuk mendoj se ka qenë krejt personale, ka qenë qasje, por jo ideologji. Qasja momentet se si duhet veprohet në atë kretar partije më i natëshor se sa Mustafa s'di që ka pushtetit ose jo. Por ata e akuzojnë, a bëndë visht, ta përfundojmë mendimin. Ka zëra që akuzojnë zonjën Osmani që e ka dëmtu LDK-n, por në anën tjetër harrojnë që ajo e ka potencialin edhe me rrit LDK-n, se qatë numër të votuesve që sot janë e kanë votu vetë vendosjen, sepse edhe në zgjedhjet e vitit e të kaluar pra dhjetor, kanë pas sinjale nga zonja Osmani më shumë që është e parafërt me vetëvendosjen se sa me LDK. Dhe kjo lidhet me faktin e saktimit të datës së zgjedhjeve të 25. Pse se shmang nga Albin Kurti këtë skenar që do ta dëmtojë. Prandaj po them nuk e shoh zgjedhjet. Ka sepse edhe zoti Kurti është inaqor në qëndrimet e tij, edhe nga një pasivesh me thonë inaqor, pak. Çka duhet me thonë tjetër? Egocentrik, egoist jashtëzakonshëm. Okej, në gjithja çfarë dush emne muj me ngjit, por unë mendoj se për moment nesër, nëse ka lider të mirëfillt në mesin e partive politike, se ndoshta jashtë ka, dhe nëse e duan edhe jo veç interesin e vendit, po dhe interesin e tyre si parti, do duhet të ulen edhe të gjojnë zgjidhjen për presidentin. Sepse këtu kërkush s'ka me fitu mas ty në zgjedhjeve. Ajo që ka mund ndodhur që ndoshta Vjosa Osmani mas ty në zgjedhjeve, pra bëhet presidente. Sepse mandej, nëse vetëvendosja nuk i merr 51%, e gjasat janë që mund të mos i merr 51%, duhet me ullë prap me bo koalicion me dikën. Edhe gjasat janë prap që... Ama kjo përplasin për një situatë këtë hipotetike. Po tash, na s'kemi informacione të sakta, kërkur s'po kemi qëndrime zyrtare të subjekte politike, nuk po kemi ende për pozitën e presidentit. Dhe çka po duhet për emna, kush cilët janë qëndrime? Cilë është qëndrimi i... Zoti Kurti ka propozuar në zotit. Ty besa i ka propozuar, jo një apo ty? Kur e ka... Jo, nuk e di që zyrtarisht i ka propozuar. Kjo është veç për fol, nuk e di. Jo, shqat, ashti, këto janë informacionet të mbresh, për mu është zyrtar veç kur del me nënshkrime. Edhe thët, këto janë nënshkrimet për këtë kandidat. Përdesa ende nuk ka të tilla janë ma shumë spekulime. Unë prapotëm nesër, unë pres nga partit Pëllëre dhe Sëriz, është ta gjenjë zgjidhje. Se du t'ja fjallën se kënë ndërhyrje herë pastere që pastaj po e jep hapësirën veti. Jo, e jep hapësirën veti. Po po tjerët po jep hapësirën tjerëve. Unë e ndërhyva Xhevdeti për arsye se ndërhyrje Xhevdetit e ndërhyrje edhe Pantinës edhe ndërhyrje edhe Zeshaj. Unë e di që e një shumë bukur dhe unë tjetër.